Gjatë një takimi me fermerët, kryeministri Edi Rama theksoi se qeveria ka arritur rezultate të prekshme në zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e eksporteve. Në fokus të fjalës së tij ishte edhe buxheti për vitin e ardhshëm, i cili do të jetë dukshëm më i lartë krahasuar me vitin aktual. Sipas Ramos, buxheti i skemës kombëtare do të jetë dyfish, ndërsa pagesat direkte për fermerët do të mbyllen 100% brenda këtij viti. Por ajo që është akoma më e rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur një eksport 7 import, dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit, dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport, 2 import, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti, dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati dyfishi i vitit që po përfundon. Në ndërkohë, e tha dhe ministri, për sa i përket skemës direkte, të gjitha pagesat do të mbyllen brenda këtij viti 100%. Këto janë vetëm disa nga plot të dhënat që mundësia në vëmendje për transformimin e bërë në këto vite, por çka na intereson sot është çka duhet bëjmë në vitet që kemi përpara, dhe kur them duhet ta bëjmë patjetër bashkarisht, sepse bujqësia më shumë se çdo sektor tjetër ka nevojë për këtë partneritet me qeverinë, ka nevojë për këtë partneritet me pushtetin vendor, për të arritur të përballë sfidat e veta, të cilat janë shumë komplekse dhe të cilat varen nga faktorë që nganjëherë janë jashtë mundësive të njeriut për të kontrolluar, siç janë faktorët klimaterik,